Luis Eli përlot në ceremoninë e varrimit të vëllait të Gjestit. Një tragjedie e rëndë ka goditur familjen e Gjestit, pasi vëllai i tij i mitur humbi jetën në një aksident trafiku. Ceremonia e varrimit u mbajt mes dhimbjes së thellë, ku morën pjesë një numër i madh qytetarësh, familjarësh, miq dhe figurash publike. Në mesin e të pranishmeve ishte edhe këngëtari i njohur Luis Eli, i cili u përlot teksa shprehu ngushëllimet e tij për familjen. Prania e tij solli një emocion të veçantë, sidomos kur ai u drejtua babait të Gjestit me fjalë prekse. Zoti të dhënë forcë në këtë dhembje të paimagjinueshme. Askush nuk mund të zë vendin e djalit tënd, por besom ai do të jetojë gjithmonë në kujtimet, në zemrat dhe në lutjet tona. Ti nuk je vetëm. Në fjalimin e tij para të pranishmeve, Luisi shtoi: "Sot fjalët duken të vogla përpara kësaj dhimbjeje të madhe. Një jetë e re, një shpirt i pastër, u këput aq herët, duke na kujtuar sa e brisht është jeta." Në lule të rinis, ai na u ndapau përshëndetur la pasmao, lotë një boshllëk që askush nuk mund ta mbush. Të gjithë jemi sot këtu për të ndarë këtë dhembje me familjen e tij. Nuk ka ngushëllim të mjaftueshëm, por ka dashuri, ka kujtime dhe ka një vend të veçantë në zemrat tona ku ai do të jetojë gjithmonë. Qofti parajsës dhe dritë e amshuar të ndriçojë mbi të. Ceremonia u shoqërua me lotë dhe dhimbje, ndërsa qyteti i tërë u mblodh për t'i dhënë lamtumirën një djali që u nda nga jeta në lule të rinis. Ngushëllimet për familjen janë të pamas, por kujtimi i tij do të mbetet gjithmonë i gjallë në zemrat e të gjithëve.